u bë mega virale një video e Eglit dhe Gjestit krah njëri tjetrit në fest. Por, ajo që do thot Gjani, mbase do t'ju bevasoj pak. Me thënë të drejtën, në atë natë do më kam vërre që Gjesti dhe Egli mund të ishin bashkë, gjithë kohës po thuajse, por nuk po malinin për shtypërinë e çiftit, për arsye se ishin të udhëtuar dhe ishin akoma duke takuar njerëz, duke përshëndetur njerëz, duke u marrë me njerëzit, dhe shumë pak kohë kanë gjetur me njëri tjetrin që të rinin bashkë, të përqafuar apo të vallëzonin apo të përsenin bashkë. Edhe kjo më duket pak, më duket pak e habitshme, por nuk i vë faj se fundit sa kanë dhënë reality show dhe janë të udhëtuar akoma. Të ndalemi tek e premtja. Shqiptarët nga të gjitha trojet janë gati për të zbarkuar në Escape. Në moment që kemi postuar posterin, pothuajse nga dje deri sot nuk kam rrethuar 24 orë dhe klubi pothuajse është sold out. Domethënë kërkesat janë shumë të larta, pritshmëritë janë shumë të mëdha, njerëzit po rezervojnë dhe po vinë si nga Kosova, si nga Maqedonia e Veriut, si nga Malizi, nga Selaniku, mos gaboj dhe nga diaspora, nga Gjermania dhe nga Zvicra. Do të thuash ti po pse këto kërkesa, sepse është data ekskluzive e para, është eventi i parë që mban ai dhe do të diçka më ndryshe nga datat që do ketë në vazhdim apo që do vazhdojë më vonë gjatë sezonit të verës. Kështu që eksklusiviteti shijohet gjithmonë. Edhe pse jo, në Escape më prapë në Escape Premium Club, do të thotë diçka që nuk do ndodh në klubet e tjera. Dhe kjo është ajo ana e eksklusivitetit. Surpriza do ketë, show do ketë, por Taram, momenti së vërtetës. Egli, do jetë të premtë mbrëmë në performancën e Gjestit, apo jo? Me thënë të drejtën,